përgatitjeve që po bën ekipi ynë kombëtar i të rinjve përpara eliminatorëve të kampionatit evropian, në stadiumin kombëtar Qemal Stafa u zhvillua një ndeshje miqësore me 19 vjeçarat e kombëtares greke. Megjithse përballë një skuadre me përvojë dhe moshë më të madhe, të rinjtë e Shqipërisë treguan një nivel të kënaqshëm teknik, koncepte të qarta taktike dhe shpirt të lartë gare. Pjesa e parë e ndeshjes përfundoi pa gola dhe barabartë 0-0. Në përgjithësi, loja u mbështet në mesfush, ku u dalluan për skuadrën e Kasmit Ibrahimi, Malaj dhe Ibrahima. Pjesa e dytë solli më shumë emocione. Vetëm 10 minuta mjaftuan që miqtë nga Greqia të shënojnë golin e parë dhe të vetëm të ndeshjes, fal një 11 metrashi të akorduar për ta. Përpjekjet drejt një barazimi të mundshëm dominuan psikologjinë e të rinjve tanë, të cilët ju afruan shumë rrugës së rrjetës, por pa mundur të shënojnë. Mundësinë më të madhe e pati në minutën e 72 Lilaj, i cili gaboi në gjuajtjen e penaltisë që u kushtua nga portieri mik. Megjithë humbjen minimale 1-0, ndeshja ja arriti qëllimit dhe për këtë trajnerët Kasmi dhe Kostidis u shprehen. Konkluzionet për tërheqjen nga këtë ndeshje mund të jenë të shumta, por unë do të rezervoja disa mendime në lidhje me disa fakte. Për mendimin tim, skuadra reflektoi një koncept tekniko-taktik të pranueshëm për futbollin kompetitiv që luhet sot dhe natyrisht me kalimin e minutave, duke krijuar edhe një eksperiencë nga takimet ndërkombëtare që nuk duhet nxituar në minutat e para, skuadra sa vinte të shtonte tempin e saj, njëkohësisht më aplikoi në të gjithë fushën një lloj pressingu, i cili për mendimin tim sot është një mënyrë e të luajtur dhe luftuar kundërshtarit dhe natyrisht është mënyrë loje e futbollit niveleve të larta. Ç'përfituat nga kjo ndeshje për shtypjet për të? Ishte një lojë e fortë e cila e humbi pak bukurinë në minutat e fundit të pjesës së dytë. Për ne nuk kishte rëndësi rezultati, por përgatitjet për botërorin e kësaj moshe në Angli. Ç'mund të na thoni për skuadrën shqiptare? Ka nivel të mirë teknik dhe premtojnë për të ardhmen.